dëgjoj shumë shpesh që thotë sot s'ka njerëz të mirë. Në fakt, unë nuk jam dakord. Ka sot dush. Unë nuk jam dakord sepse unë mendoj që secili prej nesh jena të tanë të mirë. Pra është si ai diamanti ndoshta që vlerën e ka aty, por duhet me përpunu, duhet me gjetë atë anën, atë kamën për me gjetë më të mirën prej vetes. Kujtohet një shprehje që më ka thënë një kliente, jam shumë e mirë, ka një ndryshim mes viralitetit dhe famës. Viralitet është kur shkon video mërë kështu për këtë, ndërsa fama është që mu nuk njohin gjithë njerëzit në rrugë, por tek industria jame, unë kam një pozicion të industria jame. Njerëzit kanë frikë nga gjykimet e të tjerëve. Pra kanë frikë se po dështojnë, kanë frikë se si po duken, kanë frikë nga komentet që më të marrin nga familjarët, nga shoqëria. Dhe në këtë moment është një pikë themelore që unë mendoj të ndanë, ose do vazhdosh përpara, pra do i shmangësh, do e thysh këtë frikën që ti ke ndaj gjykimeve, ose do stoposh. Përshëndetje, mirë se erdhët në episodin e dytë të rubrikës tonë Marketing dhe Mendësi. Tema të cilën ne bashkë me Gjulion do të trajtojmë sot ka të bëjë pikërisht me gabimet në marketing dhe frika nga gjykimet. Sot Gjulio shohim shumë njerëz të cilët po bëjnë marketing, po krijojnë content, po mundohen që të bëhen viral, por pavarësisht kësaj shohim që jo të gjithë arrin ato rezultatet që vërtet ato dëshirojnë. Dhe shpesh ajo që ne shohim është jo mungesa e postimeve, por është mungesa e strategjisë. Dhe mënyra se si ato shohin veten, qoftë frika nga gjykime, frika nga vlerësime nga të tjerët, e shohim se si reflekton kjo edhe në postime dhe mënyra se si ato i drejtohen audiencës së tyre. Dhe unë Gjulio doja të dija pak a shumë si e shikon ti këtë problematik, pra pse njerëzit kanë vështirësi që të shfaqen, pavarësisht se e din që duhet të shfaqen, por tërhiqen. Shumica njerëzve edhe pse mund të jenë shumë profesional te puna tyne, drejtojnë një biznes, flasin edhe në publik, i flasin edhe një numër të caktuar njerëzish, për shembull, një grup njerëzve, por që kamera ka një lloj, t'jep një lloj kompleksit, me thënë drejtën. E kam pa me shumë klienta të mi, siç thash, ndoshta shumë profesional te puna tyne, të respektuar te industria vet, por që kamera t'jep një lloj është si një përballje me veten tonë të brendshme. Kamera t'jep të nxjerr pa edhe mungesën e vetbesimit ndoshta. Frika nga kamera është edhe ndoshta gjë më bazike, është thjesht mungesë eksperiencet. Thjesht se ke bën një herë këtë gjë më përpara dhe duket nami. Por që në, si më thënë, në eksperiencën tonë me klientat, ne kena pa që 3-4 videot e para, 5 videot e para është ajo heqja e kompleksit, masane kthehet në një diçka që kanë qef me bë, se ndikon edhe pjesa e psikologjisë edhe dopamina bën vetën, për shembull. Se kur fillon e poston videot, ti merr feedback prej njerëzve, fillon e mësohesh me atë imazhin tan online. Edhe fillon e ke edhe pak dopamin, pra të bëhet edhe psikologjike, bëhet edhe biologjike. Edhe fillojnë njerëzit manej prej kompleks me dal para kamerës, tash i kanë qef. Është e vërtetë. Edhe kjo është. Vërtet dhe bëhet pjesë edhe rutinës, do thoja, rutinës ditore, javore, sido që njerëzit e organizojnë krijimin e kontentit. Si çdo gjë tjetër është në bazë të eksperiencës dhe në bazë të përsëritjeve. Sa më shpesh që ta bësh një gjë, aq më i Zoti bash në të. Si në qoftë mirë, si në qoftë keqe. Është thjesht çështje eksperiencët. Suad, kam një pyetje që na pyesin shumë klienta në fakt. Si ka mundësi që unë kam shumë views-a, por nuk kam shitje, ose nuk kam angazhim nga njerëzit? Si e shpjegon ti si ekspert e marketingut këtë gjë? Gjulion, në fakt kjo është shumë e vërtetë. Besoj çdo profil në Instagram e ka këtë pyetje dhe është diçka që i ndodh të gjithëve. Ka periudha ku performanca mund të jetë, për sa i përket statistikave po flasim, jo për shitjen. Statistikat mund të jenë në rritje, niveli i reach-it mund të jetë në rritje, engagement po ashtu, postimet mund të marrin shumë like, save, comment, share. Por kur vjen puna për qëllimin përfundimtar, nuk konvertohen në shitje. Dhe ka disa arsye pse kjo ndodh. Mund të shikojmë shumë kontente të bukura, të kuruara, ngjyra, por problematika kryesore është se njerëzit nuk i orientojnë audiencën e tyre drejt shitjes. Pra, që të jetë një strategji e plot përveç elementeve edukuese, përveç elementeve
informuese duhet patjetër që të jetë prezent edhe elementi i shitjes. Dhe këtu ndodh, të paktën nisur nga eksperjenca jeme me klientët, thonë un kam turp që të kërkoj njerëzve që të vinë të blejnë, qoftë kjo thënë në video apo qoftë thënë edhe në caption në përshkrim. Por gjithmonë duhet të rikujtohemi për çfarë qëllimi jemi ne aty, për çfarë qëllimi jena bë prezent në rrjetet sociale, për çfarë qëllimi po dalim dhe po ofrojmë shërbimet tona. Madje nga eksperjenca më ka rastis Gjulje që edhe pjesën e shërbimeve shumë persona e kanë të vështirë për me e prezentu. Si ka mundësi? Kanë turp, është pjesa pra mungesa e vetbesimit, mungesa e sigurisë tek vetja vet, që ndoshta ky produkt, shërbim apo çfarë do lloj gjëje qoftë ajo që ti po shet, ndjehen inferior, ndjehen që nuk kanë vlerat e nevojshme të mjaftueshme, pra më përpara dalin dhe japin një informacion falet që jashtëmasë mund të jetë me vlerë, por e kanë shumë të vështirë që ta orientojnë audiencën drejt shitjes. Dhe çfarë ndodh? Vërtet sot mund të bëhesh viral me qoftë edhe me një shprehje motivuese, qoftë edhe me 4 fjalë, sepse njerëzit mund ta gjejnë veten emocionalisht në një shprehje, në një postim, në një moment kritik të jetës së tyre. Por kjo nuk do thotë që detyrimisht do shkoj të konvertoj direkt deri në shitje. Prandaj në momentin që krijohet kontenti, më përpara bëhet strategjia, sepse ka një arsye pse po bëhen këto postime dhe nuk funksionon që hajde thjesht të hedhim postimin që të jemi prezent, por pas çdo postimi ka një qëllim. Mund të jetë një qëllim edukues, mund të jetë një qëllim informues, mund të jetë një qëllim argëtues, sepse patjetër edhe pjesa e humorit, argëtimi është pjesë e jetës dhe të gjithë e duam humorin, por nuk duhet të mungojë asnjëherë elementi i shitjes, sepse ti aty vërtet e drejton, e orienton audiencën drejt atij produkti apo shërbimi që ti tashmë ke krijuar. Përmend fjalën orienton ose drejton. Si më thon, çfarë funksionon më mirë ose cila është më e rëndësishme, që klienti me të besu apo që ti me drejtu klientin aty se ku don ti? Gjulio, unë mendoj që janë të dyja. Është një bashkim e të dyja këtyre elementeve. Zakonisht mund të mungoj drejtimi, pra kur personi del paraqitet, e ka, domethënë flet, e ka të vështirë që të prezantojë se kujt po i flet, për çfarë është aty në treg, çfarë po sjell, vlerat e tij, mendimet e tij, perceptimet e tij, sepse njerëzit sot përpara se të blejnë produktin apo shërbimin, fillimisht të blejnë vlerën, besimin tek një person dhe ndonjëherë ndodh që kjo pjesa mungon. Mund të mungoj edhe besimi kur personi e di në teorikisht ose e di me veten e tij se çfarë po sjell, çfarë ofron, por problematika qëndron edhe tek delegimi ose tek mënyra se sa i qartë dhe sa i kuptueshëm është nga audienca pikërisht për këtë produkt apo për këtë shërbim që ai po ofron në treg. Drejtimi të jep strukturë, ndërsa besimi të jep peshë, dhe kur mungon një nga këto dy elemente, Gjulio, rezultati nuk është ai i shumë dëshiruari. Fakti që ke shumë views, ke shumë engagement, po nuk ke atë shumë klienta sa ti pret. A lidhet edhe me mënyrën se si e shef veten personi online, pra nuk është gjithmonë çështje strategjie, çështje ekzekutimit e tjerë, po mos është diçka më e thellë, më në brendësi të klientit, po themin këtë rast, ose të personit që ashtu ndërtu brandin personal. Po, patjetër, në këndvështrimin tim, patjetër që po, sepse mënyra se si ti po flet, mënyra se si ti po i drejtohesh fillimisht kamerës dhe pastaj audiencës, sepse ne dim shumë mirë që mbase duhen bërë disa prova derisa të dalin ajo video përfundimtare që një person të jetë i kënaqur kur e shikon veten, por mënyra, qoftë edhe mënyra e qëndrimit, postura, gjuha e trupit, mënyra se si flet, vetbesimi dhe siguria, Gjulio, mbi të gjitha, mënyra se si ti flet për atë që ti ofron është themelore. Në qoftë se ti del dhe ul zërin, ke vështirësi në frymëmarrje, djersitje që mund të jenë edhe këto simptomat e para, në momentin që njerëzit fillojnë të dalin dhe të jenë prezent në rrjetet sociale, janë disa elemente të cilët nuk është se të garantojnë një feedback apo një vizibilitet apo një besueshmëri tek njerëzit. Ama në momentin që ti je i sigurt tek vetja, je i qartë mbi të gjitha, mbi ato që ti po sjell, po ofron, atëherë është e sigurt që edhe pjesa e audiencës që të shikon do i përthithi këto vlera. Dhe nuk është e thanur që bënë një video, me njëherë do ke shitje. Është diçka në mënyrë konsistente që me kalimin e kohës është ajo pjesa e brandit personal, shumë të famshëm, por që ndonjëherë dhe nuk kuptohet qartë se çfarë është.
është shumë e rëndësishme të ofrohet vlerë në mënyrë konsistente. Dhe unë personalisht, nisur nga eksperjenca jame personale, jam ai lloj vlerë, si po them që e studioj atë profil dhe nuk e kam tendencën të shkoj që të blej menjëherë një produkt apo një shërbim, por e analizoj, i kam shumë të rëndësishme pjesën e vlerësimeve që janë atë faqe. Nëse unë shikoj që një profil ka shumë vlerësime pozitive nga klientët, atëherë unë filloj dhe mendoj, shiko se këtu mund të ketë diçka me vlerë, dhe unë filloj e cilësoj si një opsion për të blerë. Pastaj futem dhe shikoj videot, highlightsat janë shumë të rëndësishëm dhe unë e shprehi vazhdimisht edhe me klientët që i them duhet kemi kujdes te pjesa highlightsave sepse janë si një CV e quajun. Pra, një person ndoshta po prezantohet për herë të parë me faqen tënde dhe me 1 minutë shumë shpejt prezantohet kush je ti, çfarë bën dhe mbi gjitha pse unë duhet vi dhe të blej tek ti. Dhe të gjitha këto janë gjëra që duhet të merren parasysh për një hark të gjatë kohor. Pra shpesa e brandit që ne diskutuam edhe prekëm edhe herën tjetër që brandi nuk e krijon as për një javë, as për një muaj, por është një punë, është një konsistencë e vazhdueshme që ty të ndihmon nesër pas nesër edhe të konvertosh sepse qëllimi final është shitja. Super, e ke thënë shumë bukur. Kam një pyetje. Besoj që të kanë pyetur edhe klientë aty kur fillojnë me marrë një dorë profesionale, si më thonë, në postime, në strategji, në reels, në video. Edhe thonë që aty fshi postimet e vjetra ose videot e vjetra. Çfarë do i kishe sugjeruar njerëzve? Gjulio, ke bërë një pyetje fantastike, sepse është një pjesë shumë e prekshme dhe shumë reale që për hir të vërtetës unë e kam cek jo pak herë me klientët e mi. Dhe po të përgjigjem shumë sinqerisht, përgjigjen që unë i kam dhënë liri në radhë parë klientëve që të bëjnë vetë atë filtrin e parë, sepse Gjulio është e rëndësishme edhe ato postimet ndoshta jo perfekte që kanë kënë fillim, ama janë të vërteta, janë pjesë e rrugtimit dhe sado që ti mund të kënaqesh me atë versionin tënd të ri, sepse fundit të gjithë po punojmë që të rritemi, që shkojmë tek ai versioni më i mirë vetes tonë. Dhe gjithmonë i kam thënë, hiq ato lloj postime që ty nuk të bajnë të ndihesh mirë, nuk rezonojnë apo nuk përshtaten më për ty, por sugjerimi jem gjithmonë ka qenë një pjesë të tyne leni të jenë aty, sepse ato dëshmojnë që ti e nise nga ajo pikë dhe ta shmaje këtu. Dhe kjo mund të jetë një mënyrë motivimi edhe për të motivuar njerëzit e tjerë, për të pa që një person, çfarë do lloj shërbime apo çfarë do lloj fushë që të operoj, ishte këtu dhe pas disa kohësh apo pas disa vitesh erdhi këtu. Ama përveç kësaj është edhe një mënyrë e mirë krahasimi edhe vetë për veten tonë. Për me pa ku isha unë para disa vitesh dhe ja ku jam sot. Pra, është gjithmonë mirë që të jemi të sinqert, të jemi të drejtë, të jemi të vërtetë, sepse ai version i joni ka ekzistu dhe ne nuk mund ta zhbajmë dot, por duhet ta përqafojmë, duhet ta pranojmë dhe mbi të tana të jena krenar për veten tonë për sa shumë kena arritë. Shumë e bukur, më ka pëlqyer shumë si përgjigje. Unë do kisha ashtu vetëm një gjë shumë të vogël. Pavarësisht se është perfekte kjo që the. Arsyeja pse duhet mi lanë edhe postimet e vjetra ose disa prej tyne është se qëllimi i brandit personal është që ti me kriju një komunitet që të ndjek. Edhe komuniteti nuk është se gjithmonë ka me blej ndoshta ose gjithmonë ka me kanë interesuar për shërbimin tënd në këtë moment, por që komuniteti bëhet pjesë e rrugtimit tënd. Edhe ti tregon si e ke nis ato vështirësitë e para, ato amator dhëçet e para, nëse është fjala duhur. Edhe tregon më nej edhe investimin që i tu bëte vetja, investimin te brandi personal, një dorë profesionale etj. Pra, kjo është ideja që ti me i fol një komuniteti njerëzve. Edhe si i flet, kështu siç thotë ti, duke qenë i sinqert, i drejt, pa filtra. Kështu që është për elloni sugjeroj klientave të mi, nëse ka një video, një foto për shkak që ty s'bën mundi mirë, ndoshta si duk bukur, ndoshta të zhdrill zani të fol etj. Mundesh me heq, po mos i hiqni të gjitha. Sepse është në fundit është identiteti jot, edhe është evoluimi jot. Pra rrugtimi jot. Edhe njerëzit kanë qejf me i pa edhe gjonat jo perfekte. Shumë e bukur Gjulio. Madje kjo shkon përshtat edhe me updatein e mënyrës se si funksionon po themi Instagrami apo marketingu në Instagram sot është shumë e rëndësishme që të dukesh, të jesh dhe ky fakt të jesh nuk kërkon që të jesh gjithmonë perfekt. Dhe ne shohim dita ditës që shumë postime bëhen virale, pëlqejhen dhe shumë njerëz e gjejnë veten jo sepse janë postime perfekte, jo sepse ai këndi apo i dizajni është perfekt, apo ngjyrat janë të kombinuara në mënyrë perfekte, apo ato fontet janë në mënyrën perfekte, por sepse njerëzit gjejnë vërtetësia të brenda. Dhe kjo
për mendimin tim është më rëndësishme se çdo formë tjetër marketingu. Pra të jesh i vërtet, të jesh i drejtë dhe fundit të jesh ai që je sot, por edhe ai që ishe dje, duke mos e mohuar këtë fakt. Gjulio, në vazhd të diskutimit ton, do doja shumë të disha konveshtrimin tënd, sepse është diçka që besoj e has jo pak herë. Si mundesh ti si ekspert marketingu dhe i brandit personal, si mund ta kuptosh në qoftë se marketingu në një profil, po themi Instagrami, po funksionon realisht? Përveç viewsave dhe followersave, që e kam thënë edhe te emisioni më përparshëm, që nuk është mënyra më mirë me mat ashtë të funksionu marketingu apo jo, është angazhimi, është kur njerëzit komentojnë, kur shpërndajnë, është kur njerëzit atë klientin tanë ose brandin personal e kujtojnë për shembull. Ndoshta edhe në biseda në tavolinë, biseda me miq e tjerë, kujtojnë një gjë që e ka thënë personi. Ose të kuptojnë për shembull, se ti te brendi jot personal tregon edhe gjëra nga jeta jote personale ose perceptimet tuaja për tema të ndryshme. Edhe kur njerëzit kuptojnë, të rezonojnë me ty, kështu është ajo siç e thash më përpara, që fillon mu ndërtu një komunitet. Edhe komuniteti, si më thon, ndërtohet nga vlerat e përbashkëta që keni. Edhe këtu e kupton që ashtu funksionon marketingu jot. Nuk është vetëm te shitja, ke bë shitje edhe kaç. Po marketingu është një si më thon anglisht i thonë shaping the reality. Ti si person, ti e ndryshon botën me gjanat që mendon, me gjanat që thu dhe gjanat që bën. Edhe kështu mundesh me kuptu që ashtu funksionon marketingu. Kur njerëzit ty të thojnë një shprehje ose një tregim që ti e ke thënë te një reels ose te një postim disa javë më parë ose disa muaj më parë. Pra këtu si më thon, ti e kupton marketingun që po funksionon te impakti që ti bën në shoqëni. Sigurisht e kupton edhe në bazë shitjeve, edhe në bazë të angazhimeve e tjerë. Por mendoj që fjala kyçe është impakti që ti bën tek shoqëria, tek audienca, tek komuniteti jo që të ndjekin vazhdimisht. Bënë një shpjegim shumë të bukur në fakt, në cilin e gjej veten shumë edhe unë, por ndoshta për të qartësu pak më tepër edhe audiencën, për ta cekë edhe një herë më konkretisht. Pra, në qoftë se po themi një profil ka shumë likes, ka shumë views, ka një engagement të lartë, do thotë kjo automatikisht është një profil i suksesshëm? Mendoj që jo. Mendoj që jo, sepse ti mundesh me pas shumë engagement, shumë komente, dhe nëse bën një video virale, po pa një mesazh caktuar, për shembull, ose pa një call to action e tjerë. Mund të jetë një video funny për shembull. Ti mund të kesh komente, mund të kesh reagime nga njerëzit, mund të kesh edhe kundërshtime, por që nuk është domosdoshmërisht që ashtu funksionon marketingu. Sepse ne mundena shumë bukur me bëj video të sikur po bëjmë debat ose po bëjmë shamat ose diçka, po kjo nuk do përkthehet as në të ardhura, nuk do përkthehet as në rritje të biznesit tonë. Pra janë, si më thon, views ose komente boshe. Kështu që jo domosdoshmërisht. Pra viraliteti është pozitiv, po themi deri në një farë pike, por audienca që tërheq nuk mund të jetë gjithmonë e filtruar që të jetë fiks ai targeti i klientëve që ti dëshiron. Pra, po themi që viraliteti nuk është i mirë, por që ka të dyja anët, po themi të medaljes, mund të rastis, patjetër që po që të konvertoj direkt edhe në shitje dhe në klient, sepse varet gjithmonë për çfarë i bër viral, por është edhe nga ana tjetër kjo pjesa që jo domosdoshmërisht 100% viraliteti të garanton sukses dhe shitje. Patjetër. Kujtohet një shprehje që më ka thënë një kliente jam shumë e mirë, Hyrida Basha, është dietologe, edhe ajo tha, ka një ndryshim mes viralitetit dhe famës. Viralitet është kur shkon video merr kështu për kot, më thoj mund ta thojmë kështu si shprehje, ndërsa fama është që mu nuk njohin gjithë njerëzit në rrugë, por tek industria jame, unë kam një pozicion të industria jame, do të thënë njihem për what I stand for, si më thënë vlerat të cilat unë përfaqësoj, njihet për çfarë jam profesion, si më thënë profesionist ose ekspert i fushës e tjerë. Pra duhet bëjmë një ndryshim shumë të madh të viralitetit me famën. Viraliteti mund të ndihmoj për brand awareness, që me ta njoftë emrin njerëzit, por që fama është në të vërtetë ajo që si më thonë të njohin njerëzit për atë që je, edhe për punën që bën. Edhe këtë kam dashur me sqaru. Është shumë e bukur Gjulin fakt, edhe ky lloj konveshtrimi është si thosh, ne nuk jena këtu për mi shërby gjithë botës, absolutisht, por në momentin që ne jena të fokusuar fiks tek qëllimi dhe target audiencë, pra edhe një herë sjellim në duke sa e rëndësishme është me ken i qartë dhe kjo ndodh që tek strategjia e marketingut, ku një nga pikat kryesore, siç ne e dim shumë mirë, është targetimi i audiencës dhe me këtë mesazh që dhe është shumë e qartë dhe shumë i bukur, pra ne nuk jena këtu për mi shërby gjithë botës, ama le të shërbejmë në mënyrë më të mirë të mundshme
atij targetit të cilin ne synojmë. Por Gjulio, nga ana tjetër, për shembull, të rastis ty ose nga eksperiencët që ke ndër vite me klientët, të duket të ka ndodhur që duket sikur Instagrami, për shembull flasim për Instagramin, meqense se është ndoshta më serioz, po themi, në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve, të ndodhë që të duket sikur po funksionon, por në të vërtetë nuk po sjell klienta, pra nuk po konvertohet në shitje dhe në të ardhura për profilin e këtij Instagrami. Po, ndodh shpesh, ose ka ndodh shpesh më përpara, sepse kjo ndodh ose nuk e një strategji qartë, ose një target group që është shumë e rëndësishme, një target group qartë, ndodh nga fakti që ti ndoshta dën me i bë çefin gjithëve, por që kur i bën çefin gjithëve, në fakt si bën çefin asnjënit, sepse ti nuk mundesh me i fol me të njëjtën gjuhë si një klienti i cili është një klienti potenciali joti që është sipërmarrës, një klienti potenciali joti që mund të jetë një shtëpiake për shembull, një klienti potencial që mund të jetë ka një profesion tjetër, ti duhesh në fillim me u qartësu kujt po i flason. Edhe në fakt nuk duhesh me i fol një target grupi, tamam duhesh me i fol një target personi. Pra, edhe videot kur ti i bën foli me ti, jo me ju. A kupton? Kjo është ajo që ka funksionu për mua, domethënë. Por që mënyra se si ti mundesh me e kuptu, a është të funksionu marketingu apo jo, është shumë e thjeshtë. Pyetjet që merr nga njerëzit, sa i qartë është mesazhi jot, call to action që bën, pra ti mundesh me dhënë atë informacionin, edukimin etj, por gjithmonë në fund njerëzve duhet me dhënë drejtim, duhesh me dhënë një informacion, domethënë, duhesh me dhënë një drejtim ç'a të bëjnë me këtë informacionin që sapo morën. Ti kanalizosh. Po. Pra ti edhe informacionin tanë, edhe edukimin dhe shërbimet tuaja, në fund gjithmonë thuj që ose shpërndaj me një mik nëse të pëlqen mesazhi, ose porosit tani nëse të pëlqen produkti ose nëse të zgjidh një problem që ke. Pra gjithmonë kanalizoj njerëzit për me marrë një vendim. Mos i lërë, si më thanë, thjesht me një informacion edhe kaq. Pastaj edhe shpërndarjet është shumë e rëndësishme nëse ka shumë shpërndarje video, do thotë që njerëzit kanë gjetë vlerë te këti, shpërndarjet dhe rujtjet e videove. Kanë gjetë vlerë të mesazhit dhe, si më thon, një gjë që nuk kuptojnë njerëzit është që mendojnë që do bëjnë një video shumë të bukur ose një marketing të mirë dhe do kenë shitje direkt. Por ti duhesh me kuptu që ndoshta momentalisht klienti jot potencial nuk ka nevojë për atë produktin ose shërbimin tënd. Po ti duhet ta shikosh marketingun si investim. Do ketë nevojë pas 3 muajsh, pas 6 muajsh etj. Po nuk do të thotë që fakti që nuk shitet sot të ka dështu marketingu. Marketingu është si me mbjell fara që do rriten avash, edhe kur të jetë momenti, kemë marrë frutet. Që të korrësh nesër. Se kur është kjo nesër nuk ditë fiks tamam, por që nesër mas nesër. Një ditë është e sigurt që do të jetë. Sot kam shumë veta që më pyesin edhe thonë kam shumë like, kam komente, kam angazhim nga njerëzit, engagement. Po nga një herë, a mendon se mund të jetë edhe një iluzion progresit? Mendoj njerëzit që po bëjnë progres se kanë pas shumë like, shumë shares, shumë komente. Gjulio, kjo është një nga të vërtetat më të rëndësishme dhe më kryesore dhe më të pranishme, le të themi, në përgjithësi, sepse ndoshta për shkak të një momenti viraliteti që një postim apo disa postim, sepse viraliteti nuk të vjen thjesht përmes një postimi, mund të ndodhë që ti po krijon atë ndjesim brenda vetes që diçka po ndodh, emërim po rritet, njerëzit po më shikojnë dhe ndodh që në atë moment mund ta humbasësh fokusin pse ke nis atë faqe, që do thotë qëllimi. Cili është qëllimi jot? Pra është të gënjesh ose të rresh veten brenda një fluske momentale, sepse viraliteti, po themi, është momental, mund të pëlqejë ai postimi jot sot dhe mund të sjell, po themi, edhe followers edhe 2 muaj mrapa dhe 3 muaj mrapa, sepse na ka ndodhur të jetë kështu, por a është vërtet konvertues ky lloj postimi? Pra ti po kënaqesh që po të rritet riçi, po kënaqesh që njerëzit po të komentojnë, por mbetet vetëm deri në këtë nivel. Çfarë ndodh më tej? Nëse synimi yt ishte për shemb të shesësh një trajnim. Ndoshta ke shpërndar një shprehje motivuese që njerëzit e kanë gjetë veten shumë aty, por mbetet thjesht kaq. Pra është ajo që ti e the edhe pak më përpara, nuk e kanalizon deri në fund. Pra jo gjithmonë të kesh një reach të lartë, të kesh një engagement të lartë, se duket sikur po bëjmë marketing kundra marketingut, por është mbase është një aspekt ndryshe nga ajo që ne shohim dhe dëgjojmë çdo ditë, pra është një e vërtetë që ekziston, pra mund të ndodhë që viraliteti të sjellë sukses, por ne po flasim edhe për këtë anën tjetër të medaljes që nuk është se diskutohet
aq shpesh, pra nuk është sukses i garantuar që ti vërtet ke aq shumë reach të lartë. Kjo nuk do të thotë që detyrimisht po themi ti ke arrit me e përmbush atë objektivin tënd që e ke vendos vetes që në këtë training për shembull unë do kem kaq shitje. Pra nuk është një sukses i garantuar 100% që rritja e views, rritja e engagement apo reach-i të sjell detyrimisht në shitje, në konvertim dhe në fund të fundit në të ardhura më të larta, sepse gjithmonë është një këshill që unë fakt jap edhe klientëve të mia që gjithmonë le të rikujtojmë pse nisëm, pra fillimin, dhe ndodh shpesh herë që unë jap edhe këshillën që pavarësisht se ti vërtet mund ke shpjeguar shumë gjëra, por njerëzit që kanë ardhur të rinë në fashë ndoshta nuk e dinë se kush je. Pra ka nevojë që herë mas here ti ta kujtosh, ti përsërisësh, pra nuk është gabim nëse ti e përsërit veten, të njëjtën për shemb përgjigje, sepse mund të kesh shërbyer një personi më përpara, ama një person i ri që mund të ketë ardhur në faqe mund të jetë fiks duke kërkuar atë lloj informacioni. Pra është një këshill që unë ja jap gjithëve që her pas here duhet të rikthehemi tek bazat, të kujtojmë pse nisme, kush jena, cilat janë vlerat tona, kujt i shërbejmë, pse i shërbejmë. Dhe në këtë mënyrë duke mbajt audiencën të karikume, po e quajmë kështu, ti rikujton edhe ato bazë, sepse vërtet është e rëndësishme të ushqesh njerëzit me informacione, njerëz që tashmë ndoshta janë deri diku në atë lloj rrugtimi, por mund të ketë njerëz që kanë ardhur nga fillimi aty dhe kanë nevojë me fillu nga A-ja. Pra, ndonjëherë ne duhet të rikujtojmë edhe ne vetin ton kur e fillu me këtë lloj rrugtimi, për çka kishim nevojë më tepër, sepse vërtet mund të postosh shumë dhe ato postimet informuese të para mund të kenë kaluar në fund të feedit dhe momenti që një ndjekës së ri të vjen në faqe nuk arrin që të shikojë deri në fund, sepse mund të jenë shumë postime, por që her pas here një rikujtesë për gjanat bazike është një element vërtet shumë i vlefshëm dhe shumë njerëz mund ta gjejnë veten aty dhe më beso Giulio, nga eksperjenca jame më ka funksionuar dhe ka konvertuar shitje shumë më tepër se sa ndoshta një postim që mund të ketë shpërndar një informacion që ka kanë në një nivel më të avancuar. Giulio tash do më të bëj një pyetje që nuk besoj që s'ka njeri që nuk e bën, nuk pyet, besoj edhe ty të ka ardhur me qindra herë, por sot është momenti që ta sqarojmë një herë mirë, pra sikur se folme pak më përpara, le të rikthejnë edhe një herë tek gjanat bazike. Do na thush pak sot lutem nga këndvështrimi jot, ku ndryshon krijimi i kontentit nga ndërtimi i një strategjie të mirë funksionale? Do ta bëj paralelizim me një ndërtesë. Strategjia është plani i arkitektit që bën letër, ndërsa kontenti janë tullat. Shumë e thjeshtë. Çfarë do të thotë? Strategjia është ajo pjesa që ti ulesh në fillim, kupton vizionin e klientit, kupton qëllimet që ka personale por edhe profesionale. Strategjia është me vendos kujt do t'i flas, cila është target audienca jeme, sa shpesh do i flas, te cilat kanale marketingut do e gjejën target audiencën time, oferta që do vendosen për klientët e mi. Pra gjitha këto gjëra, si më thonë, janë pjesë e strategjisë, sepse njerëzit ndoshta shohin vetëm kontentin, vetëm një video, por nuk e kuptojnë që ajo video është një copëz e një rrugtimi, e një trajektore që në fakt eksperti marketingut e ka vendosur bashkë me klientin që në fillim të bashkëpunimit. Pra, strategjia është ai plani i madh, big picture, çfarë do bëjmë, si do arrijmë, edhe këto që thash, domethënë oferta, mesazhi, toni i të folonit etj. Ndërsa kontenti është thjesht mënyra e ekzekutimit. Kontenti janë copëzat e vogla, është si një lloj, nëse është fjala e duhur, një lloj programimi i audiencës tonë, por që programimi bëhet me repetitions shumë të vegjël por për ditë. Kjo është një shpjegim shumë i thjeshtë. Shumë e qartë në fakt, por Giulio, nga këndvështrimi jot, krijimi i kontentit për shembull, mund të ndodh, sepse edhe kjo është një pyetje që bëhet shpesh, mund të ndodh që krijimi i kontentit të jetë i suksesshëm, edhe pse nuk ka një strategji të mirë strukturuar mbrapa? Mund të ndodhë ndoshta sporadikisht, po për mendimin tim pa një strategji të mirë, po e di se ku të shku, është pak se e vështirë me pas sukses, më thon drejtë. Pra mund të jetë rastësore, mund të jetë ndoshta edhe pak fat, por që nuk funksionon gjithmonë. Pra është gjithmonë nevojshme, se ti e shpjegove shumë bukur pjesën e ndërtesës, është shumë e rëndësishme, pra është hapi i parë, krijimi një strategjie të strukturuar mirë, me tulla të vendosura mirë, pastaj që konvertohen në kontent dhe pastaj në arritjen e objektivave, sepse fillimisht vendosen objektivat, krijohet strategjia, krijohet kontenti dhe pastaj bëhet analiza dhe struktura dhe aty shikohet nëse është e nevojshme të ndryshohet diçka nga strategjia apo jemi mirë në këtë lloj mënyre se si po ecim dhe le të vazhdojmë më tej në këtë lloj formate. Është lamsh, nuk ka një mesazh qartë, nuk e di se çfarë shet
personi taman, a është influencer, a është businessman, a është entertainer, pra është argëtues, ç'a bën taman. Kështu që mendoj që pa strategji nuk e din as ti. Domethënë, nëse ti si personal brand, si personi i brandit personal, nuk ke një strategji, nuk ke një drejtim ku do të më shku, si pretendon që me pas klienti jot potencial, drejtimin se çka ka me bë, si më thon me informacionin tonë. Kështu që pa strategji jam shumë dakord me ty. Do kisha cekë edhe diçka tjetër tek tematika që trajtohen, Giulio, për shembull një strategji mirë dihet që ka ato content pillars që i quajmë ne, ka ato shtyllat kryesore, po themi tematika që sugjerohen të jenë 3-4, por gjithmonë është e ndryshueshme në varësi të profilit, por është shumë e rëndësishme të rikthehesh dhe të kujtosh këtë lloj postimi, për kjo është pjesë e strategjisë, personi që merret me strategjinë, por le të flasim pak edhe për këtë pjesë. Pra, ky lloj postimi, cilës nga këto 4 shtylla për shembull po i shërben. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që të qëndrosh në linjë, sepse nëse ti fillon që të flasësh për tema që s'kan lidhje fare, për shembull ti po shet po them unë po shet kompjutera, nëse ti fillon aty një ditë poston për mëmsin, një ditë tjetër poston për politikën, një ditë për shëndetin, okay, është shumë dakord që dhe pëlqeje që njerëzit të shfaqin ato përshtypjet e tyre personale nga për evente të ndryshme apo për ngjarje të ndryshme që ndodhin në aktualitet, por është shumë e rëndësishme që në profil këto gjëra mos të jenë shumë të përsëritshme, mos të bëhen shumë të zakonshme, sepse njerëzit pastaj humbasin fillin dhe thonë, okay, këto kena ardhur me ble laptop apo kena ardhur me marrë informacione dhe lajme nga politika. Suad, më kanë pyet shumë vetë që, okay, ju menaxherët ose ekspertët e rrjeteve sociale thoni posto për ditë ose posto në mënyrë konsistente. Unë jam të postu për ditë, po s'kam rezultate. Të shko është problemi. Sa shumë punë kam as aty në postimeve të përditshme. Është në fakt e pamujtur me himi i shpjegutet tana, por unë po cek disa nga ato arsyet kryesore apo të themi që janë më të zakonshme. Gabimi i parë është mungesa e qartësisë. Personi poston, mund të postojë edhe çdo ditë, mund të postojë edhe disa herë brenda ditës, por nuk e ka të qartë se çfarë po komunikon, kujt po i drejtohet dhe se çfarë po shet. Një tjetër gabim mund të jetë kontenti i përgjithshëm. Çfarë do të thonë me kontent i përgjithshëm? Mund të jenë ndoshta informacione shumë bazike, të cilat nuk i shkojnë në themel fiks atij qëllimi për cilën ti po je aty prezant, je në rrjetet sociale. Ose diçka që ne e shohim rëndom është edhe postime të cilat i marrin dikon tjetër dhe i përshtasin deri në një farë pike dhe pastaj ngjajnë sikur janë copy paste të gjithë. Okej, sepse ne të gjithë inspirohemi nga dikun, sepse e tillë është jeta. Diçka që mua më bën klik në një moment dikujt tjetër nuk i bën klik, por unë personalisht nuk jam shumë pro e pave një postim dikun, okay, të pëlqen një element, por mund ta përshtasësh në stilin tënd, në energjinë tënde, në rolin e asaj që ti ofron, por jo të bëhet një copy paste, sepse nëse ti, për shembull, flasim për rastin që ti po poston pa një strategji, sepse në momentin që ke një strategji ke edhe template, ke ngjyrat e tua, ke stilin tënd, etj. Por këtu po flasim ndoshta për masën që i mungon elementi i strategjisë. Nëse ti për shembull pave një postim të një X faqe, e morë bane si ai, morë një postim tjetër nga një X faqe, pra ti do bëhesh aq lam saqë edhe njerëzit që do vinë aty nuk do e gjejnë, mund ta gjejnë veten në një postim, por se gjejnë tek tjetër dhe kështu e humbe një ndjekës, po themi. Unë personalisht e para jam për shkak shumë një faqe kur e ndjek jam shumë specifike, për shkak kjo faqe për çfarë është, më shërben po themi për pjesën e motivimit, më qenë se na pëlqen të tanëve dhe na shërben të tanëve. Futem dhe shikoj, nëse më pëlqen, nëse e gjej veten, vazhdoj që të jem ndjekës dhe mua më ndodh që në shumë momente nuk e gjej veten më të ndjek një faqe, nuk më rezonon një faqe apo një person dhe ekziston ai opsioni i unfollow, pa pas nevojë me kalu te niveli i gjykimeve pse ky e bën kështu, pse ashtu thjesht në momentin që ty nuk të pëlqen apo nuk e gjen veten më në atë lloj faqe, dhe është shumë normale të ndodhin kjo, sepse nuk është të thonë që gjithçka na pëlqejnë nga gjithkush. Mund të na pëlqejnë për një moment dhe një moment nuk rezonon më. Dhe kjo gjë mund të ndodh. Gabimi i tretë është mungesa e qëllimit. Pra, postojnë thjesht për mos me mungu, pra thjesht po hedhë po bëj një postim, por që jo vërtet që ka një qëllim të mirë strukturuar mbrapa. Dhe gabimi i katërt është
ajo që thamë edhe pak më përpara se e anashkalojnë atë pjesën e shitjes. Është si puna e kamerës që në fillim ju duket njerëzve duket pak e frikshme, e tillë është paktën flas nga eksperjenca jeme, e tillë ju duket edhe pjesa e elementit shitës që e kanë pak me siklet për me thonë dhe për me ftu njerëzit dhe mi kanalizu njerëzit drejt produktit apo shërbimit tyne. Kështu që këto mendoj në vijë të përgjithshme, sepse po ti me bën një analizë më të thelluar, mund të rrim ton ditën duke folur për këtë pjesë, por në konvertrimin tim këta mund të jenë disa nga gabimet kryesore që njerëzit mund bëjnë. Këto gabimet që bëjnë njerëzit, pra që postojnë shpesh, por që bëjnë këto 4-5 gabimet që përmendet ti, këto më kryesorët, a lidhen edhe me pasigurinë e brendshme? Patjetër që po, Gjulio. Se po na del çdo përgjigje te brendësia e njerëzve. Në fakt duket e çuditshme apo klishe, e thon sepse ne dëgjojmë shumë të flitet për këto gjëra, por në momentin që ne po flasim këtu për eksperiencat tona reale, i ndjejmë përmi shpreh të tilla. Ndaj për t'ju përgjigj pyetjes tënde, do thosha padyshim që po, sepse pasiguria e brendshme është një ndër arsyet kryesore pse ai kontenti humb forcën ose thonë ndryshe mungon ajo energjia jote në atë lloj postimit. Dhe kur një person, Julian, nuk është i sigurt, nuk ka vetbesim, kjo reflektohen edhe mënyrën se si një person qoftë edhe shkruan, njerëzit arrin me të kuptuar shumë mirë edhe përmes një shkrimi qoftë edhe me 4-5 fjalë, apo momente që ti je më vizibël, momente që del përpara një kamere. Dhe pjesa e pasigurive kryesisht është më shumë e dukshme në fillimet, po themi të sipërmarrësve apo të çdo personi që vendos për me kenë prezent në rrjetet sociale. Dhe këtu du me u ndal në një moment sepse e gjykoj e vlerësoj shumë të rëndësishëm ç'a ndodh në momentin kur një person vendos që të shfaqet, pra nga një person që më përpara nuk ekzistonte, po them në rrjetet sociale, vendos që të jetë vizibël. Është frika nga gjykimi. Ndoshta është një element që nuk është se flitet shumë kur vjen puna tek marketingu, siç po e trajtojmë, por është një nga ato elementet më prezente. Njerëzit kanë frikë nga gjykimet e të tjerëve. Pra kanë frikë se po dështojnë, kanë frikë se si po duken, kanë frikë nga komentet që mund të marrin nga familjarët, nga shoqëria. Dhe kjo kthehet pastaj si një thik me dy presa, sepse normalisht ne nuk mund të pëlqejna nga të gjithë, nuk mund të kuptohen nga të gjithë, sepse nuk jena të projektuar që të vim këtu dhe të shërbejmë gjithë dhe të pëlqejna nga të tanë, sepse ndryshe nuk do ishte e vërtet, bjen që jena të rajt vetin. Dhe në këtë moment është një pikë themelore që unë mendoj të ndanë, ose do vazhdosh përpara, pra do i shmangësh, do e thysh këtë frikën që ti ke ndaj gjykimeve, ose do stoposh. Është një element kritik sepse eksperjenca na ka treguar që ka njerëz që i kanë kapërsy dhe kanë ecë shumë mirë bile, por ka edhe njerëz cilët kanë stopu. Dhe këtu është një moment me shumë vlerë, është mbështetja nga njerëzit që ne kena në fillimet tona. Ato fillimet tona, Gjulio, që jam e sigurt edhe ti ke kalu shumë momente vështirësie dhe këto që po flasim jo vetëm unë ti, po dhe shumë njerëz të tjerë që ndoshta po na dëgjojnë apo po na ndjekin, secili që në fillim ka pas një vizion për me arrit, ka kaluar nëpër disa sfida. Dhe gjithmonë ka bën një pyetje vetes ose ka reflektuar mbi momentet se kush ka qenë aty me ta. Në vërtet në jetë, Gjulio, them unë jena të rrethum nga shumë njerëz, por jo të tanë janë aty me ne dhe për ne. Për mu, kjo gjë ka bërë shumë klik. Unë e vlerësoj veten me fat dhe shumë mirënjohëse që kam pas disa njerëz në jetën time të cilët më kanë suportu në hapat e mi të parë. Dhe këtu kisha dashur, Julio, të vënë duke Nerin, që ndoshta pjesa tjetër e njohin si Neris Frequency, një person i cili ka kanë mbështetje për mua, jo vetëm në aspektin profesional, por edhe në ato personal. Ndoshta në ato momentet e mia më të vështira, kur kam dyshuar te vetja jeme, qoftë në pjesën e punës, qoftë edhe në aspekte tjera të jetës, sepse unë dhe Neri tashmë nuk kena rrugtim me njëra tjetrën, jo vetëm për sa i përket punës, por edhe si mikesha, edhe si kolege, edhe si bashkëudhëtare në rrugën e bukur dhe të vështirë njëkohësisht të mëmësisë dhe shumë atëpër se sa kaq. Por unë kam mësuar shumë, të cilën unë e falenderoj dhe gjej rastin të tregoj mirënjohjen dhe vlerësimin që unë kam për të, sepse më ka kujtuar kush jam unë kur unë e kam harruar atë
vlerën tek vetja jeme. M'ka shkund, po them kështu, më ka thonë Suat, prej se ti je mirë me bë kë, je mirë me bë ti mundesh me ja dal. Dhe të them të vërtetën, ka qenë personi Gjulio që më ka mbështet më tepër edhe kur bëm episodin ton të parë të podcastit, më ka mush me fjalë motivuese, me fjalë vlerësuese dhe të kenë që ajo është mentorja jeme shpirtërore, për mu një vlerësim i tillë kishte vërtet shumë pesh dhe akoma më tepër mu më bë qefi dhe jam mush me pozitivitet kur ka marrë vlerësimin nga ana e saj, kur e ka pa e para podcastin nga fillimi deri në fund dhe ka dhënë përshtypjet e saja, si për mua ashtu edhe për ty, dhe vërtet për mua aty ka qenë një moment shumë i bukur dhe aty kam kuptuar që Suad nëse ti punon vërtet konvertohet dhe puna shpërblehet dhe ja vlen. Janë disa momente të rëndësishme një dhe unë mendoj janë ato histori që ndoshta edhe kur të plakna inshallah kena me pas mundësi me i tregu edhe njerëzve të tjerë se sa bukur është kur ti gjen mbështetjen, por flas për mbështetje të vërteta, jo thjesht gjana sipërfaqësore, të kesh njerëz të tillë që janë aty me ty, për ty, që të duarturkasin edhe në heshtje edhe në ato momentet kur ti vën në dyshim ekzistencën tënde, qenien tënde apo momentet e tua në lidhje me punën dhe çdo gjë tjetër. Kështu që unë e konsideroj veten jashtëzakonisht me fat dhe jam shumë mirënjohëse që përveç njerëz patjetër që kanë pasur edhe shumë persone të tjerë suportues, por sot specifikisht sot kisha dëshirë të vënë duke nerin sepse vërtet për mua ka qenë dhe është një mbështetje e madhe dhe them që çdo njeri është me fat që e ka nerin në jetën e vet. Dhe në këtë moment, duke pas parasysh që unë ti njihna pak edhe më tepër se sa në aspektin e punës për sa i përket marketingut dhe kena folë edhe në lidhje me rrugtimin ton që nga fillimi deri këtu ku jena sot dhe kena gjetë disa pika të përbashkëta, do kisha dashur Gjulio me ditë nga ana jote kush ka qenë aty për ty, me ty, kur ndoshta shumë njerëz të tjerë nuk kanë qenë, pra kush ka qenë një mbështetje e madhe për cilën ti je krenar sot. Ne kena të përbashkët, se ne kena nis punën tonë me klientat thjesht, por që me dashamirësi, të dasht me bë punën me pasërti, të pas një vizion, pra të kanë ambicioz, ne kena gjetur njerëz të tillë të ngjashëm me veten tonë. Për mua ka qenë Amarildo në fillimet e mia, nisi si një klient i thjesht, por që unë e njihsha pak më përpara për rrjeteve sociale, edhe disha që është një biznesmen me shumë eksperiencë, edhe normalisht që i kërkova mentorship në fillim. Nuk i kërkova lek, nuk i solla një paket me çmime etj. Edhe me sa duket edhe atij i pëlqeu kjo çësia jeme, edhe ka kanë në mbështetësit e parë të mit. Aty, si më thonë, ndoshta s'kam qenë edhe shumë profesionist në fillimet e mia, por që më ka lënë hapësinë me shpreh veten edhe më përmirësu vazhdimisht. Edhe Amarildo ka një shprehje tipike që thotë rrit standardin. Edhe ti kur bën një punë shumë të mirë, ke dëshirë m'ia tregu si më thonë njerëzve që opinioni tyne ka shumë vlerë për ty. Kështu bajallon, domethënë, bëj punë të bukur, bëj gjatër, njerësi, ja tregoj atij për shkak thotë bravo, shumë mirë. Çfarë hapi tjetër me rrit prap standardin. Pra ka shumë stil, ka shumë takt. Ska pushim domethënë të rritja standardit. Por që të marr edhe një shprehje për Jordan Peterson, që është psikolog klinik, thotë që si ta dallosh një mik të mirë ose një mentor të mirë ose një njerëz të mirë të jeta jote. Është një person që ti mundesh me i tregu një lajm të mirë, edhe din që i bëhet çefi dhe s'ka me pas mirë apo xhelozi, është edhe një person i cili në të njëjtën kohë është mundesh me i tregu edhe lajm të keq, edhe din që s'ka më bë çefi për të keqen tonë. Edhe mendoj që ne kena fatin që kena gjetë njerëz shumë të mirë në rrugtimin tonë dhe jam falënderues publikisht edhe privatisht shpesh herë. Edhe kjo është e bukuria jonë sot, se nuk është çështja sa numër klientash arrin apo sa zyrë të bukur ke apo makinën, shtëpinë etj. Mendoj që janë marrëdhëniet njerëzore që fitojmë gjatë rrugës, edhe në fundit edhe në fillimit është personi që ne bëna, personi që ne fitojmë, sepse në fakt ne jena të ndërtu një biznes, jena të ndërtu veten tonë. Biznesi është thjesht pasqyrim e vetes tonë të brendshme. Kështu që jam shumë falënderues për ta njerëzit që na kanë dhënë mësime, suport, çdo gjë. Se çdo gjë është një mësim edhe na shërben. Nëse ne ulena, edhe shohim si mësim, jo si një setback, jo si një si më thonë një blokim ose një dështim në rrugën tonë. Kështu që jena me fat. Shumë e vërtet, shumë e vërtet dhe unë mendoj Gjulio që dëgjoj shumë shpesh që thotë sot s'ka njerëz të mirë. Në fakt unë nuk jam dakord. Ka sot dush. Unë nuk jam dakord sepse unë mendoj që secili prej nesh
jena të tanë të mirë. Pra është si ai diamanti ndoshta që vlerën e ka aty, por duhet me përpunu, duhet me gjetë atë anën, atë kanën për me nxjerrë më të mirën prej vetes. Pra unë mendoj që të tanë vetvete jena të mirë, sepse gjithçka është balans. Pra edhe ne brenda nesh kena të mirën edhe të keqen tonë, kena anë tona pozitive dhe negative, por është në dorën tonë se cilën anë të personit që ne kena përballë do na me pranu, do na me përshtat, me ushqy dhe është shumë e rëndësishme njerëzit me cilët ne shoqërona. Jam shumë dakord me atë që theti dhe sot do i kisha thënë gjithkujt kujdes me njerëzit të cilët ti jep akses të jenë afër teje, sepse ato jo vetëm që bëhen pjesë e rrugtimit tanë, por mbi të tëra Gjulio, bëhen pjesë e versionit që ne po krijojmë për veten tonë. Shumë e bukur. Deshta me shtu i gjatë vogël sot. Mendoj që siç thati nuk ka njerëz të mirë e njerëz të këqij, mendoj që ka njerëz të përshtatshëm dhe të papërshtatshëm me ty. Po diskutosh edhe me Jonën këtë gjën, të përshtatshëm ose të papërshtatshëm, ashtu siç nuk janë tonë të përshtatshëm për me punu me ne, për me pas shoqërinë tonë etj, ashtu nuk jena edhe ne për gjithë. Edhe shumë e thjesht. Edhe kështu ja kam justifikuar edhe vetes që, okay, nuk jam njeri i keq apo s'jam njeri i mirë, thjesht unë për ëndrat e personit tjetër për shembull, ose për një kompani tjetër etj, nuk jam i përshtatshëm, edhe shumë e thjesht. A shumë mos më i marr gjanat personale. Po është shumë më shumë normale, sepse ndonjëherë nuk do kishte kuptim, e tham edhe më përpara që nuk je këtu për të tanë. Pra, është diçka që unë edhe kam diskutuar shpesh në fakt me mikeshat e mia, se si ka mundësi që i njëjti person, po them i njëjti Gjulio, mund të referohem ty? I njëjti Gjulio, je i njëjti njeri. Si ka mundësi ti që për personin A je njeriu më i mirë në botë, që e ke suportu, që e ke ndihmu, ama për personin B është krejt e kundërta. Këtu mund të futen shumë faktora, sepse ne e dim që për hir të vërtetës na pëlqen apo s'na pëlqen, futet xhelozia, futet smira, etj, ndoshta tema me një ngarkesë ndoshta jo fort pozitive, por që janë të vërteta. Por kjo nuk të bën ty, po them ti, vërtet mund të jesh Gjulio që ke dëshirën e mirë për me ndihmu të tjerë, që e përcjellet energjinë tënde pozitive, por fakti se një person të cilësoj si negativ, po them kjo nuk të definon ty përfundimisht si njeri të tillë. Pra është edhe kjo fuqia jonë që ne i vendosim ato kufit me veten tonë, se sa ne i lajmë të tjerët me depërtu tek ne, mendimet e tyre, dhe sot Gjulio të tanë njerëzit janë të ndryshëm dhe sot shoqëri që e kena atë lirinë e fjalës është gjë e mirë mi shpreh opinionet, por duhet me kanë edhe të kujdesshëm që mos arrim deri në atë pikën që ndoshta i kalojmë ato kufit ton përtej asaj që një person ka leju, sepse normalisht ka barriera, ka kufin, ndoshta një raport që e ke me një person se ke me një person tjetër, ndaj unë mënohem me kanë gjithmonë e kujdesshme pjesën e kufive dhe në varësi aksesi që i ke dhënë atij personit, pastaj vjen edhe pjesa tjetër, sepse besoj edhe ty të ndodh që mund ta japësh një këshill edhe te klientët, ndoshta e fillon në mënyrë profesionale, por gjatë rrugtimit të bëhen miq shumë të mirë, që përveç punës ti jep e merr edhe shumë aspekte të tjera qoftë edhe përtej punës dhe e ke kënaqësi përveç se puna dhe ti arrin me pa këndvështrime të tjera në jetë dhe ai që do mi i konvertu këto si mësime, i përthith dhe i marrë në mënyrën më të mirë. Dhe unë them gjithmonë që një person i zgjuar, i squt, e thonë ndryshe, nuk ka nevojë me gabu gjithmonë vetë për me marrë disa mësime në jetë. Normalisht që disa gjëra do t'i kalojmë se s'kena kohë me amojt, por që është gjë e mirë që ne herë më mësua edhe prej gabimeve dhe eksperiencave të njerëzve të tjerë. Ishte për marketing rubrika, se pranoj po merr te gazi për përfiqet e. Më pëlqen mënyra se më thon si a gjen rrënjën problematikave, sepse tana këtë ndikojnë tek marketingu për mendimin të gjaja fundit. Gjaja fundit që ti bën masi ke ndërtu veten, masi ke rregullu disa gjëra. Është shumë e vërtetë, Gjulio. Ne prandaj edhe kena kriju këtë rubrikë që shohim përtej fjalës klishe marketing, se si janë vërtet ato ndjesitë e vërteta. Dhe mendoj që është më shumë vlerë që njerëzit, ndoshta dikush mund t'i pëlqejnë këto gjëra që ne themi, dikush mund mos i pëlqejnë, dikujt i rezonojë dhe dikujt jo, por për mendimin tim është shumë e rëndësishme me kanë e vërtet në ato gjëra që thu, sepse ndoshta vetëm një personi mundet
me i bë klik, mundet me marrë një mesazh, ndoshta thjesht një reflektim me veten e vet dhe mundet me i shërby për mirë. Dhe nëse kjo gjë arrihet Giulio, ti e din që ne e thojmë shumë herë, e kena bërë në mënyrë më të mirë të mundshme. Teshti kena me lujt ping pong. Do e sfidojmë njëri tjetrin, do i bëjmë një pyetje dhe ne kena për detyrë me u përgjigj me një fjalë ose një fjali, sa më shkurt. Fillojmë Giulio. Duhet të postosh çdo ditë për të pasur sukses. Mit apo e vërtetë? Është pak triki, po them mit, me që duhet me të përgjigj me fjalë. Okej. Branding i fortë e bën shitjen më të lehtë. Absolutisht super e vërtet. Më shumë djegës do të thotë më shumë para. Jo, mit. Një mesazh i qartë shet më shumë se një profil i bukur. Shumë e vërtet. Kam pa profile që nuk janë as profesionale, po janë shumë qartë ajo që përfaqësojnë ose ajo që shesin edhe funksionon. Duhet të ndjekësh trendet për të rritur. Mit. Trendet shkojnë e vinë, ideja është me pas ti atë trajektorën tonë edhe me qëndru strategjisë. Kontenti që zgjidh probleme konkrete tërheq klient real. E vërtet. Pa reklama nuk mund të rritesh. Mit. Ne kena punu shumicën e kohës me kontent organik. Që. Strategjia duhet të përshtatet për çdo biznes. Po, është e vërtet. S'mund të përdorësh një njëjtën strategji për dy biznese të ndryshme. Sa më shumë postime, aq më shumë rezultate. Sa më shumë postime, aq më shumë rezultate. Besoj që është mit. Ndoshta me më pak postime, po më të sakta mundesh me pas rezultat. Një ofertë e mirë shitet edhe me marketing mesatar. E vërtet. Engagement i lartë do të thotë shitja. Mit. Pozicionimi i qartë të bën të dallohesh me një herë. E vërtet. Duhet të dukesh perfekt për të marrë seriozisht. Mit. Konsistenca në mesazh ndërton autoritet. Shumë e vërtet. Një strategji funksionon një lloj për gjithë. Mit. Shumë e gabuar. Marketingu i mirë fillon nga kuptimi i klientit. Patjetër. Shumë e vërtet. Tash kam mund pyetje për ty sot, do të sfidoj. Okej. Hajde ta provojmë. Duhet ndihesh gjithmonë gati për me fillu. Mit. Vetbesimi është diçka që rritet sa më shpesh që del edhe sa më shumë që provon. Shumë e vërtet. Perfeksionizmi në fakt ndihmon me u rrit. Është mit sepse ndonjëherë të bllokon më shumë se sa të ndihmon. Frika është pjesë normale e rritjes. Shumë e vërtet, sepse Okej. është një tregues që ti po zgjerohesh, po rritesh. Nëse ti je i mirë në punën tënde, klientët vinë vetë. Mit absolutisht. Kjo mund të funksionojë, por ti duhet të shfaqesh në mënyrë që njerëzit të shohin dhe ti të gjenerosh klienta. Mënyra si ti mendon për veten, nikon te mënyra se si shet. 100% e vërtet, sepse energjia jote ndjehet në çdo aspekt, nga mënyra si flet, si prezantohesh, në momente që ti tregon kush je dhe çfarë bën. Kështu që 100% e vërtet dhe ti e din më së miri, kështu që janë pyetje retorike këto. E vërtet. Paret vinë vetëm me lodhje të mëdha. Në fakt është mit, sepse fillimisht duhet qartësi dhe drejtim dhe pastaj bëhet edhe më lehtë me fitu para. Okej, vetbesimi nikon edhe te çmimi që ti vendos produkteve ose shërbimeve tuaja. Shumë e vërtet. Frika nga gjykimi zhduket vetë me kohën. Është mit, ajo eliminohet vetëm në momentin që ti përballesh me të dhe te kalon se sfidë. Mundesh me pas sukses edhe të pas dyshime. Shumë e vërtet, e rëndësishme është të veprosh sepse do mësosh nga gabimet, nga eksperjenca dhe do përmirësohesh. Duhesh me dhënë gjithmonë më shumë për me përfitu ose për me marrë më shumë. Mit, e rëndësishme është që të vendosësh kufi me vlerë. Me qenë në marketing, qartësia mbrëmshme të ndihmon edhe në qartësinë marketing, në strategji. Shumë e vërtet, se sa më i qartë jesh, edhe mesazhi që ti përcjell është akoma më i kuptueshëm. Shpreha tipike, nuk është momenti i duhur për me fillu. Totalisht mit. Momenti perfekt nuk vjen asnjëherë, momenti krijohet, kapet momenti, kalohen sfida dhe pastaj perfeksionohesh. Mendësia mungesës të mund gjithmonë në një nivel. E vërtet, sepse të kufizon vendimet dhe rritjen. Okay. Nëse ke frikë, duhesh me u ndal. Totalisht mit, sepse frika është një sinjal për me vazhdu për matej. Rritja kërkon të ndryshosh mënyrën si mendon. E vërtet, sepse ndryshe do mbetesh në të njëjtin nivel. Super. Shpresoj t'ju pëlqejnë. Giulio, me sa më mend tek përgjigja që dhe në lidhje me engagement i lartë, do thot më shumë shitja. Ti
ti e cilësove si mit, por në fakt unë kisha dashur me të kundërshtu pak. Do kisha thënë që engagement i lartë, okay, vërtet është mund të ndodhë ashtu, por e vërtetë është mund të sjellë një audiencë të re, që mbase me kalimin e kohës kjo lloj audiencë mund të konvertojë edhe në shitje. Prandaj nuk mendoj që është 100% mit, por ka dhe pak të vërtet aty mbrana. Dhe tjetra që the pa reklama nuk mund të rritesh. Mendoj që ti e cilësove si të vërtet, por mendoj që vjen një moment i rëndësishëm ku vërtet me kontentin ti ke ecë mirë, por do me kalu në një nivel tjetër më të lartë dhe në këtë moment reklamat janë ato që ta japin një boost, ta japin një dorë dhe mundon me rezultu shumë pozitive. Për pjesën tjetër masonare jam shumë dakord, vetëm këto dy momente kisha qejf ndoshta me dhënat këndvështrimin të. Sot kam marrë notën 80%, se ti cop gavim. Derisa me diskutu pak këtë që theti, perfeksionizmi të ndihmon. Edhe ti the që është mit. Pra po, sepse të bllokon, ka momente që të bllokon. Po, për mendimin tim ka edhe raste kur të ndihmon ty me rrit standardin, edhe me sjell diçka me cilësi. Pra, nëse ti kërkon perfeksionizëm, kërkon me bëj diçka më mirë, me siguri ka më rritur standardi i punës. Po, është e vërtet, jam dakord me ty, po është një nga ato pyetjet me spec noshta që ti Gjulia ke vendos vet aty, sepse ka hapësirë edhe për jo dhe nga eksperjenca jame personale, duke pas parasysh si një natyrë shumë detajiste, më ka rastis që në disa momente perfeksionizmi Gjulia vërtet më ka stopu krejt, nëse unë kam nisë me bë diçka, nuk ka qenë perfekte, e kam lënë krejt. Kurse puna më ka tregu dhe eksperiencat në jetë më kanë tregu që është më mirë me e bë një veprim një herë, edhe nuk ka problem nëse nuk është perfekt, se më vonë rruga ka me të mësua dhe ki me perfekcionu dhe ki me shku te niveli fillimisht që ti e ki pasi ide perfekcioniste në fillim, por duhet me provu, duhet me gabu ndoshta një herë, mandaj me shku tek perfekcioni. Prandaj vendosa me çujt me cilësu si mit. Hajde kundërshtoj Suadën. Hapjen e emisionit e bani Suada, unë po bëj mbylljen. Shumë faleminderit që na keni ndjek, është diçka që na të e bë me shumë pasion, me shumë dëshirë, për më ndihmu, për më urrit, se ndoshta jo tani jeni gati për me marr një agjenci ose me marrë dorë profesionale, për të paktën me ditë se çka keni nevojë, edhe se çka kërkohet për me kaluar në nivelin tjetër. Kështu që me këto këshilla tona të thjeshta, mendoj që mund të filloni herë punën me veten tuaj të mbrëmshme, me kuptu se çka keni dëshirë edhe se çka nuk keni dëshirë, edhe me punu pak me vetbesimin, edhe me arsyet pse doni me i bë gjana që doni me i bë. Sot, dhe ishte me shtu një gjo? Fjalista me perfekte? Po tash ai vetëm një shprehje në fakt që mua më erdhi shumë natyrshëm. Një nga mentor që ne e kena të përbashkët të preferuar, Brian Tracy, thotë që njerëzit e suksesshëm s'kan asgjë gjë më shumë se sa thjesht disa zakone të suksesshme. Kështu që le të shërbej kjo fjali kujdo që e dëgjon dhe shpresoj që ti shërbej. I falenderojmë gjithë që na ndoqët. Urojmë që të keni marrë vlerë, të keni marrë qoftë ndoshta një ide, një moment reflektimi. Shihemi në episodin e radhës. Super. Nëse keni gjetë vlerë, bani like, follow, subscribe, share, të në gjanat të mundshme, na suportoni, edhe mirëpresim komentet ose pyetjet tuaja për temat e rallës. Faleminderit.